Ka njerëz me të cilët koha thjesht kalon më shpejt. Bisedat shndrohen spontanisht në të qeshura, planet ndryshojnë menjëherë dhe madje dhe dita më e zakonshme merr një kthesë të papritur. Astrologjia shpesh thekson se disa shenja të zodiakut sillin natyrshëm dinamizëm me shoqëri dhe krijojnë një atmosferë në të cilën është e vështirë të ndihet monotonia. Diçka ndodh gjithmonë me to, edhe nëse ka qenë thjesht një histori e mirë që do të mbahet mend për vite me radhë. Binjakët nuk e lën kurrë një bisedë të shuhet. Aftësia e tyre për të ndryshuar temën në një sekond, për të hedhur një shakat të papritur ose për të filluar një diskutim rreth diçka e krejtësisht të re, i bën ata shoqëri të përsosur në pothuajse çdo situatë. Ata gjithmonë e dinë se çfarë po ndodh, kanë informacion të freskët dhe janë të lumtur ta ndajnë atë, shpesh me doza humori ose ironie. Në shoqërinë e binjakëve nuk ka një skenar të pacaktuar. Një plan për një kafe të qetë mund të shndrohet lehtësisht në një takim shumorësh që përfundon në një vend krejtësisht të ndryshëm nga ai që ishte menduar. Është kjo paparashikueshmëria që i bën ata kaq argëtues. Me ta nuk e di kurrë se si do përfundoj dita, por e di që nuk do të jetë e mërzitshme. Luanët janë argëtues të lindur që sillin ngrohtësi dhe energjinë në çdo dhomë. Prania e tyre ndihet menjëherë, të qeshat me zë të lartë, gestikulacionet e gjalla dhe gatishmëria për të marrë iniciativë shpesh i vendosin në qendër të vëmendjes. Kjo është pikërisht ajo që e bën kalimin me ta dinamik dhe plot jetë. Me luanët shpesh ndiheni më të relaksuar dhe të guximshëm, sepse ata dinë si t'ju ngrenë moralin. Qoftë duke organizuar një takim, një dalje spontane apo thjesht duke bërë një bisedë, ata gjithmonë përpiqen ta bëjnë atmosferën pozitive dhe argëtuese. Nuk ka vëzhgim pasiv me ta, të gjithë janë të përfshirë, të gjithë marrin pjesë dhe të gjithë qeshin. Shigjetarët janë simbol i aventurës dhe shpirtit të lirë dhe kjo shihet qartë në qasjen e tyre ndaj jetës dhe socializimit. Ata janë ata që sugjerojnë ide të reja, udhëtime ose aktivitete të pazakonta që të tjerët mund të mos i marrin në konsiderat. Hapja e tyre ndaj përvojave të reja e bën çdo moment së bashku interesant dhe të ndryshëm. Në shoqërinë e shigjetarit shpesh diskutohen tema të mëdha, udhëtime, plane dhe ëndra, për të gjitha pa peshë, më shumë si frymëzim sesa si detyrim. Optimizmi dhe gatishmëria e tyre për veprim u transferon të tjerëve, kështu që edhe dita më e zakonshme mund të përfundojë si një aventurë e vogël. Me ta, argëtimi shpesh një kombinim të të qeshurave, vendimeve spontane dhe një ndjenje lirie.